Sot në Universitetin e Tetovës u shënua 10 vjetori i themelimit të Fakultetit të Bujqësisë dhe Bioteknologjisë si pjesë integrale e Universitetit të Tetovës me programet studimore, prodhimtari bimore, prodhimtari animale, agrobiznes dhe mjekësi veterinare. Bujqësia si degë e rëndësishme e ekonomisë është burimi vetëm i sigurimit të ushqimeve, deklaroi dekani i fakultetit Ali Rami Salii. Sipas tij, në vendin ton, rëndësia e bujqësisë rritet edhe më tepër nga fakti se ajo së bashku me industrinë e përpunimit të produkteve bujqësore merr pjesë me 16% në bruto prodhimin vendor. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore për Bujqësi dhe Ushqim FAO, deri në vitin 2050 parashihet që popullsia të arrijë deri në 9 miliard banor. Ndërkaq, sipërfaqet bujqësore prodhuese dita ditës zvoglohen dhe këto sipërfaqe do të ulen diku deri në 50 milion hektar. Kjo realisht do të rezultojë në rënje të prodhimit bujqësor për 20%, ndërkaq nga ana tjetër kërkesat për ushqim do të rriten nga 60 deri në 100%. Kjo gjendje e krijuar mund të tejkalohet vetëm përmes aplikimit të një bujqësie profesionale, të një bujqësie të qëndrueshme, intenzive, profitabile dhe një bujqësie konkurruese. Një bujqësi të këtillë mund të kemi vetëm në qoftë se përgatitim kuadro profesionale, kuadro të një modeli evropian, të cilët do të jenë të gatshëm që të gjitha të arriturat shkencore në lëmin e bujqësisë të përcjellin tek farmerët. Salii deklaroi se prodhimtaria bujqësore nuk është vetëm veprimtari ekonomike, por edhe humane, prandaj ekspertët e bujqësisë kanë mision me shumë rëndësi. Këto kuadro mund të përgatiten në institucionet shkencore e hulumtuese, konkretisht siç është rasti me Fakultetin e Bujqësisë dhe Bioteknologjisë, si njësi akademike e Universitetit të Tetovës. Ekspertët e bujqësisë do të kenë si mision pikë pari sigurimin e ushqimit, ruajtjen e mjedisit jetësor, avancimin e shërbimeve këshillimore, implementimin e një teknologjie sa më të avancuar, financimin e sektorit të bujqësisë, përshtatjen me kushtet klimatike që është një fenomen aktual, që është një fenomen me të cilin gjithsesi ekspertët e arshëm të bujqësisë duhet të merren me këtë problematik, si dhe aplikimin e një bujqësie të qëndrueshme dhe një bujqësie inteligjente. Ndryshe, Fakulteti i Bujqësisë dhe Bioteknologjisë ka për qëllim ndjekjen e metodave më të reja të prodhimtarisë bujqësore intenzive, përdorimin sa më adekuat të mekanizmit bujqësor, produkteve për mbrojtjen e bimëve, krijimin e kuadrove shkencore të një modeli të një arsimimi evropian të aftë për kyçje në punët hulumtuese shkencore në lëmin e bujqësisë, bioteknologjisë dhe mjedisit jetësor, transferin e teknologjive të reja në bujqësi përmes bashkëpunimit intenziv me fermerët, kapacitetet përpunuese dhe institucionet e ngjashme në vend, rajon dhe botë.